Startup Albania ka bërë një publikim në rrjetet sociale ku evidenton kriteret kryesore që investitorët po kërkojnë në vitin 2026, në një kohë kur tregu po bëhet gjithnjë më selektiv ndaj startupeve. Sipas këtij publikimi, fokusi është vendosur nga ide teorike drejt vlerës reale dhe produkteve që arrin të funksionojnë dhe të pozicionohen në treg. Një nga pikat kryesore lidhet me përputhjen mes produktit dhe tregut. Investitorët kërkojnë zgjidhje konkrete për probleme reale, të ndërtuara mbi një kërkesë të verifikuar dhe një treg të validuar që garanton potencial rritjeje dhe qëndrueshmëri afatgjatë. Po aq e rëndësishme është edhe performanca e matshme e startupeve. Përdorues aktiv, klientë që paguajnë dhe rritje e qëndrueshme janë treguesit që dëshmojnë nëse një biznes është në rrugën e duhur dhe nëse mund të justifikojë interesin e investitorëve. Në publikim, Startup Albania thekson edhe rëndësinë e teknologjisë dhe inovacionit real, inteligjenca artificiale, automatizimi dhe vendimarrja e bazuar në të dhëna vlerësohen vetëm kur përdoren si mjete funksionale që përmirësojnë eficiencën, optimizojnë kostot dhe krijojnë avantazh konkurrues dhe jo thjesht si terma trendi. Një tjetër aspekt që po fiton pesh është qëndrueshmëria dhe ndikimi social dhe mjedisor. Investitorët po tregojnë interes gjithnjë më të madh për startupe që integrojnë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe që ndërtojnë modele biznesi me ndikim pozitiv afatgjat. Në fund, thelbësore mbeten transparenca dhe cilësia të dhënave, raportimi i qartë, treguesit e matshëm të performancës dhe komunikimi i hapur konsiderohen element kyç për ndërtimin e besimit me startupeve dhe investitorëve, si dhe për sigurimin e financimeve në një treg gjithnjë e më shumë konkurrues.